Në Zvicër ka mbi 70 xhami dhe ka xhami që kushtojnë miliona. Thjesht nuk janë vetëm xhami, po janë qendra të mëdha kulturore islamike, që të mirë, ani pse e kanë emrin shqiptare, ata për qëllim kanë misionin e tyre. Aty organizohen dhe aktivitete tjera dhe domethënë i joshin, ani keni këtë lokal sportiv, keni këtë gjë, por në fakt parimi kryesor është urdhëro, merr pjesë dhe në ligjërata. Pra, edhe kjo është një problem shumë i madh me të cilin qeveria zvicrane dhe qeveri tjera janë shumë indiferent ndaj kësaj çështje. Por ne si shqiptar do duhet na interesante pra çfarë aktivitetesh po zhvillohen brenda tyre, sidomos në shpërlarjen e trurit dhe në predikimin e urrëties. Po, predikimi i urrëties domethënë e keq shfrytëzojnë, abuzojnë demokracinë aty vani. Për të ndërtuar kauzën, kjo që thatë vetëria është gjëja më e madhe që nuk ka ndodhur, domethënë e herë për shtetin e Kosovës goditja. Në Maliani me fetva e shtetit të Kosovës. Një çështje Maliani lutem për fund, derisa në rrjetin Telegram, në rrjetin social Telegram, kemi një faqe që quhet Havariç, e që ka një grup, është një grup i madh në këtë rrjet, me mbi 80.000 persona, ku imam të caktuar ekstremist të dënuar për pjesëmarrjen në luftat tuaj apo nxitje urrëtie fetare, janë ligjërues dhe kanë mundësi me dëgjuar ligjërata të vazhdueshme, madje un kam ankesa familjarësh, të cilët thonë se familjet e tyre janë prek nga ky influencues, ky ekspozim dhe të njëjtit vërtet janë të shqetësuar se familja është shkatërruar rendi familjar. Edhe ata që janë dënuar për terrorizëm. Po. Pse rajoni Karatakut është shumë pyetje. Në rajonin e Karatakut. Demo Berisha Lulzon aftësia njerëzve, gatishmëria. Demo Berisha kishte marrë një detyrë tani ministri SEP për të bërë ekstremist rrjedhimisht fundamentalist. Për të organizuar fundamentalist që nga Presheva, Medvegja, Bojanovci, Xhilani, Vitia, Kaçaniku, Shkupi, Kumanova. Kjo është rruga që ky burrë kishte detyrë primare për ta ndjek dhe për ta ekspozuar. Pastaj ndikimi sigurisht ka ardhur në vende të tjera. Shtrirja ka qenë, sikur e thash, ky rrjeti me Havariç me 80.000 persona. Para me 80.000 në kohë reale ndjekin ato. Në kohë reale 80.000 janë njerëz që ngojnë në quhet grupi Havariç në rrjetin social Telegram, që është rrjet social që kontrollohet nga Rusia dhe është personi me ndikim kryesor që është Vladimir Putin, presidenti i Rusisë.